Ka filluar të realizohet projekti për një ambient më të mirë me gjas që në periudhën vijim të konkurrohet edhe për një park qytetit në Preshevë. Kështu konstatojnë iniciuesit e këtij aktiviteti. Burim Bilalli, kryetari i organizatës jo qeveritare NEP, Integrimi ndërhetnik dhe edukim profesional, ka potencuar se do të bëhen tentativë që të realizohet parku i qytetit. Është për të vëdësuar qytetarët që do të jetë ambienti më i pastër dhe të zgjedhin një ambient ku do të ketë park në Preshevë, në qytetin tonë, ose qytetin ose rrethinën e Preshevës. Ju keni shpërndar disa fletushka në shkollat e Preshevës përpos sensibilizimit të rrezave këtu që organizohen për të marrë opinionin nga qytetarët, cilët do të jenë hapat e më të qeshëm kuadër të këtij projekti. Hapat e më të qeshëm, ne do të bëjmë analiza të kësaj ankete dhe këtyre debateve që bëjmë me nxënësve me qytetar. Pastaj mendojmë të konkurrojmë projektit tashmë të USAID-it që të ndërtojmë një park në komunën e Preshevës. Pjesë e realizimit të projektit për një ambient më të mirë janë edhe disa të rinj preshevar. Ata japin mesazhe se duhet jemi më të kujdesshëm në ruajtjen e ambientit. Shohim se jeni pjesë e projektit ta ruajmë ambientin. Sa mendoni që ruhet ambienti në qytetin e Preshevës? Në bazë të dhënave dhe në bazë të ambientit që kemi në Preshevë është shumë pak i ruajtur, por mendojmë që me iniciativën e USAID-it atëherë do ta ruajmë edhe ambientin. Gjithashtu kanë për detyrë që ta ndërtojnë edhe një park në mënyrë që të vëdësohet populli dhe ta shohin se pastërtia është gjysma e shëndetit tonë. Cili do të jetë mesazhi drejtuar qytetarëve për ruajtjen e ambientit? Atëherë sa më mirë ta ruajmë ambientin, të mos hedhin mbeturina dhe të bëjnë gjën më të mirë për shëndetin tonë. Projekti për një ambient më të mirë përkrahet nga iniciativa qytetare dhe Agjencioni Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtar USAID në kuadër projektit fuqizimi të rinjve për ndryshime pozitive në Serbinë Jugore dhe Sanxhak, si dhe ambasada e mbretërisë holandeze.